Mirë mëngjes dhe një herë, mirë mëngjes, tani do flasim për një temë shumë të rëndësishme kolegë. Ne sado që mbajmë që gatuajmë mirë, madhëmendja që secili për nesh bën disa gabime në kuzhinë. Ushqime që nuk duhet të rinë kurrë bashkë, sepse prishen shpejt ose nuk e di çfarë ndodh, reakcion kimik midis tyre. Janë ca gjëra që nuk i bashkojnë dot domethënë. Por, do na jap disa këshilla të vyeshme, shkëlqime, Sula Mehmeti, biologe dhe master në nutricionin. Mirë se erdhe dashur, mirë se u ktheve. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë se vi gjej, mirë mëngjes. Mëngjes, shqiptime. Tani, unë sa herë që vendos qepët dhe patatet bashkë, mendoj se rrinë, nuk prishen. A bëj gabim? Mora këtë shembull, Realisht, po, në kuptim që qepët faktikisht çlirojnë një lloj lagështie e cila nuk do na pëlqejë neve në kuptim që kjo lagështi do t'ju ndihmoj patateve të mbinë dhe kështu ato do të na prishen më shpejt. Prandaj janë disa ushqime të cilat nuk duhet të rrinë bashkë në kuptim që ne të mund t'i konsumojmë më gjatë. Tani përshojmë të foton këtu dhe kolegu t'i pëlqeu jashtëzakonisht shumë, që nga video ndjes se janë domate, moll, rrush, hudhra, koleg, ti si ke problem ti shohësh, ti konsumosh? Unë këto i fus të gjitha në një frulator dhe bëj një si punë mase që fus në furrë pastaj. Edhe dele shkëlqyer. Që pyet. Shkëlqime duket sikur domatja në prani të perimeve apo frutave tjera në frigorifer flas, është ai shkaktari kryesor që nisin të kalben pak si shpejt. Thash edhe më herët, do me thonë vetë perimet, do me thonë vazhdojnë pjekjen, në kuptim që ata çlirojnë gazra, në këtë rast për domatet do thoya gaz etilen, i cili është realisht një hormon natyror i cili përshpejton pjekjen dhe ne këtë nuk e duam. Prandaj ky gaz natyror do të ndihkonte në frutat të cilët janë dhe perimet të cilët janë të ndjeshëm, do të piqeshin shumë më shpejt dhe në këtë mënyrë edhe do të kalbeshin më shpejt. Por në rastin tonë të perimeve, çfarë mund të lëmë bashkë pa frikë se mund të prishen shpejt? Për shembull, realisht unë do thoya që gjithçka të ruajnë daras dhe në mënyrën e duhur, në kuptim të ruajnë në vende të thata, në kuptim që të mos e kemi këtë pjesën e lagështisë si një lloj efekti për pjekje më të shpejt në vende të errta dhe sigurisht çdo kusht të jetë ndaras, në kuptim që mos të përshpejtojnë pjekjen, ndërsa ne nuk është që, do me thënë, këto gazrat janë gjithmonë të dëmshëm. Shembull, nëse duam që avokadon ta pjekim më shpejt, mund ta mbajmë bashkë me bananen, dhe vetë avokadoja të na piqet më shpejt që ta konsumojmë më shpejt. Nuk flasim gjithmonë për dëme. Po, ka dhe të mira kjo punë. Po, personalisht, në basë të bëj dhe gabim, nuk e di se si, por bananën më pëlqen ta ruaj në frigorifer. A bëhet kjo gjë? Thjesht në një farë mënyre ngadalson pjekjen. Okej. Por tani nuk është se jemi gjithë biologë në shtëpi, domethënë. A mund të na thuash cilat janë gjërat që duhet i lëmë në frigorifer dhe cilat janë gjërat që duhet i lëmë jashtë? Ka disa rregulla të cilat nëse i shikojmë me detaje, për shembull ka të dhëna që ndoshta edhe domatja nuk duhet të rrinë në frigorifer, por realisht, domethënë ajo çfarë është e përgjithshme, nëse ne duam të ngadalsojmë pjekjen dhe të ruajmë një frutë ose edhe perime, ne kemi të gjithë të drejtën tonë ta ruajmë në frigorifer në temperaturën e duhur. Prandaj perimet mund të ruajnë në frigorifer, perimet me gjethe jeshile mund të ruajnë në frigorifer, sidomos në paketimin e tyre, karrotat mund të ruajnë në frigorifer. Edhe ato, do thoya për t'u zgjatur jetëgjatësinë, këtë rast që përmenda edhe karrotat, ato sidomos duan gjithmonë të jenë të paketuara në kese, në kuptim që mos humbet ajo pjesa e hidratimit dhe ato të prishen më shpejt. Por pjesa e perimeve në rrajnë, do thoya në këtë rast patatet, qepët, mund të lirisht të ruajnë në vende të freskëta, të thata dhe të errta. Nuk është domosdoshmërisht që t'i ruajmë në frigorifer. Tani, shumë nga ne arrin në përfundime thjesht nga përvoja, jo nga leximet apo studimet. Për shembull, shumë nga zarzavatet që ne fusim frigorifer, bëjmë gabimin, fjala vjen barbunjet,
bëjmë gabimin t'i fusim me gjithë qesen me cilat i kemi bler dhe ato pastaj fillojnë edhe djersite në një moment caktuar derisa fillojnë e kalben. Unë për vete një pjesë të mirë të zarzavateve i mbaj jashtë, jo jashtë frigoriferit, po jo jashtë shtëpis kur është verë, dhe mundohem t'i mbaj gjitha veç e veç, pa i përzirë me një tjetën dhe pa qese. Nuk e di veproj mirë apo veproj keq, dhe më këtë nuk e kanë. Jo, është veprimi mirë. Tha, shumë përmenda karrotat në kuptim që ata e duan një lloj, do me thëmë për të arritur legjizlacin, duan të jenë në kese, kurse të tjera, thash edhe më herët, më e mira është të ruajnë secila ndaras, çdo perime ndaras, në vendet të thata, të freskëta dhe të errta. Nëse ne u krijojmë në këtë rast perimeve, zarzavateve këto kushte, ne i ruajmë në mënyrën e duhur dhe sigurisht e thatë edhe vetë disa këshilla ose disa mënyra të ruajtjes së ushqimeve ne vetëm se i trashëgojmë ose i kemi parë ose na kanë treguar edhe prindit se si t'i ruajmë se vetëm i shohim duke u rritur, se si ruhen, por në këtë rast flisnim për kombinimet që i ruajmë bashkë ato, faktikisht thjesht do të bëjnë që këto fruta dhe perimet të piqen më shpejt. Dhe pastaj nëse kalohet ajo faza e pjekjes, sigurisht që do të fillojë edhe faza e kalbes varësisht edhe nga përbërja e vetë frutit ose perimeve. Vetë faza e kalbjes është momenti ku ndërhyn kolegu dhe fillon konsumon frutat kalbura me fikë dhe heqet pjesën e kalbur. Nuk merr thik fare. Biotikët aty, po ti nuk i di këto pjesë. Okej. Por nëse tani frutat na ndodhin të kalben, po jo plotësisht, gjysmat, ne mund t'i heqim fare thjesht. Heqim pjesën e mirë hedhe, mbajmë kalburën. Jo, heqim pjesën e kalbur, mbajmë të mirën. Po ti futin qese mi sill mua. Bereqel. I hanë live. O, Zot. Mund të bëjmë ujra detox. Urdhë? Ja një ide shumë e mirë. Për shembull, nëse një portokall është drejt gjysmë kalbjes ose molla, mund t'i përzije me pak mente, kastraves dhe ja ku doli një ujë freskues fantastik. A mund të bësh çdo frut detox? Për të kjo pjesa e prishjes, sigurisht që nëse ne shikojmë që kalbja vetëm ka filluar dhe kemi paraqitjen e mykut, nuk rekomandohet të konsumohet as edhe ajo pjesa që na duket e shëndetshme. Ndërsa sa i përket këtyre kombinimeve, sigurisht që po, nëse e shohim që fruti është pjekur, po sigurisht nuk ka filluar ende kalbja, ne mund të përgatisim, do thoja, të mos përdor pije detox, këtë fjalë do thoja pije aromatizuese ose pije freskuese me shije, nga të cilat përveç ujit sigurisht për hidratim, do të marrim edhe një sasi të vogël nga vitaminat, mineralet të frutit që do të shtojmë, ose edhe substancat bioaktive që ai frut ose perime i mban, përmendet edhe mente. Sigurisht, gjithë kjo do të ndikojë në hidratim. Por, a mund të përdoret çdo frut për ta bërë një ujë detox, për shembull, cili është më i favorshmi? Që mund të përdoret shpesh, por dhe mund të kombinohet me fruta tjera pa frikë. Tani këto, sigurisht që frutat përdoren në sasit shumë të vogël kur përgatisim kështu lëndje aromatizuese, kështu që nuk ka një kundër indikacion për përzierje, por sigurisht ka disa do thë receta ose që janë të njohura dhe aromat e tyre frutave dhe perimeve shkojnë shumë bashkë. Do me thënë, limoni në këtë rast me mente, me ginger, me kastravec me mente, çaj jeshil i ftohet me limon, edhe ky është një kombinim shumë i mirë. Pastaj ka kombinime për ujë aromatizues shalqi dhe bozilok, edhe këtu kemi një aromë shumë mirë, sidomos kush e pëlqen bozilokën, pastaj ananas me mente, edhe ky është një kombinim shumë i mirë, sidomos do të këto pijet aromatizuese janë të mira edhe për personat ose individet që të thoya e kanë disi të vështirë të konsumojnë një sasi të madhe uji dhe sigurisht ajo një pjesë tjetër shumë e rëndësishme për të shmangur edhe ato pijet me sheqer qoftë të gazuar ose në ngjyrë të frutave. Këto pijet aromatizuese do t'i rekomandoja për hidratim pak më shumë, sigurisht shumë më shumë në krahasim me ato pijet e gazuara, po për hidratim janë shumë të mira. Por ka disa persona të tjerë që në këtë lloj uji shtojnë limon me sasi të shumtë,
me idenë që mund të shkrihet yndyra. A është faks, mit, e vërtet? Jo, tani ne ende nuk kemi përveç se pjesës disa do të kimikateve që vetëm se tani merren, që ndikojnë në një farë mënyrë në shkrirjen e dhjamit, nuk ka një lloj tjetër, sidomos nëse flitet për limonin, duke menduar që ne do të konsumojmë limon dhe do të bëjë shkrirjen e dhjamit. Jo, kjo është një mit. Thjesht kjo pije do të ndihmonte hidratimin. Pastaj ne nuk mund të themi që limoni nuk është i dobishëm në këtë rast për përmbajtjen e tij që ka, po të lidhet direkt me shkrirjen e dhjamit, jo. Okej, mirë, do kalojmë në një temë tjetër. Unë nuk e kam në këtë fazë, kam në pranverë më shumë, por duke marrë parasysh dhe kur komentojmë me mikesha, miq, në verë kanë tendencën të konsumojnë shumë pa kriterë dhe nuk din çfarë hanë, thjesht të kalojnë kohën duke ngrënë. Si të ekuilibrohemi ne, çfarë të konsumojmë dhe si ta mbajmë veten në kontroll që mos ta abuzojmë? Okej, tani është shumë e rëndësishme se si ne e fillojmë një ditë. E para do të thoja ai mëngjesi sakt i balancuar është ai vakti që faktikisht edhe trupi tonë jep një informacion se si gjatë ditës në kuptim të ndjehet dhe a do të jetë i ngopur ose do të vazhdoj të jetë i uritur dhe pastaj do të konsumojmë gjithë ditën. Në mëngjes do të preferoja të kemi patjetër bime proteinash kualitative dhe fibra, që të ndihemi të ngopur. Pra patjetër ditën ta nisim me një mëngjes të freskët dhe të mirë balancuar. Pastaj kthehemi tek hidratimi. Vetë trupi gjatë verës, domethënë si një lloj përshtatje fiziologjike ndaj temperaturave të jashtme, ne humbim më shumë lëndje, edhe nëpërmjet djersitjes. Prandaj hidratimi duhet të jetë i rregullt. Në kuptim që të mos të vijë edhe ai momenti kur ne të ngatrojmë etjen me urinë. Dhe mendoj se këtu bëhet ai gabimi për ata që konsumojnë shumë gjatë periudhës së ngrohtë të vitit, në kuptim që ngatrojnë etjen me urinë. Pastaj çfarë është tjetër e rëndësishme, përmenda proteinat në mëngjes, por realisht ushqimet me burime proteinash kualitative duhet të jenë pjesë e çdo vakti, për të ruajtur masën muskulare, por edhe për ta pasur të ndjesitë e ngopjes që duam ne. Pastaj sidomos nëse ne në verë vizitojmë një vend të ri dhe duam ndoshta edhe të provojmë ushqime tradicionale ose thjesht është një periudhë që na pëlqen që ne të hamë dhe nga këto ushqime duhet të kemi kujdes që të mos e teprojmë. Që të mos e teprojmë dhe sidomos të shmangen ushqimet e shpejta. Kjo është shumë e rëndësishme. Duhet të shmangen ushqimet e shpejta dhe edhe një këshill do thoya lëvizja. Lëvizja në këtë stil, domethënë sigurisht ne kemi një kohë që temperaturat janë shumë të larta dhe nuk rekomendohet as të dalim jashtë dhe jo më të bëjmë ecje, por kemi një periudhë do thoya mëngjesin dhe pas darkës ose në mbrëmje, të cilën ne mund ta shfrytëzojmë për ecje të gjata ose për një aktivitet tjetër fizik, duke kompletuar kështu ditën në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, prej të ushqimi, hidratimi deri te aktiviteti. Që mos të shtojmë pesh, a kemi një frut ne të caktuar që mund na rris ndjesinë e ngopjes dhe nëse e konsumojmë, nuk po them gjatë të gjithë ditës, por shpesh na bën që ne ndihemi të ngopur dhe mos të kërkojmë të pickojmë gjëra të tjera? Tani një ushqim të caktuar që në japi këtë lloj ngopje, nuk kemi. Ideja është që vaktet të jenë të rregullta, vaktet të jenë në kuptim të balancuara me gjithë makro dhe mikro nutrientët dhe disiplina. Disiplina është shumë e rëndësishme që ne të mos kalojmë në kuptim që të hamë dhe asnjëherë të mos ngopemi. Ideja është të jenë vakte të balancuara, vakte të rregullta që të jemi të ngopur dhe të mos kemi ato në kuptim lëvizjet
e energjisë ose rënjën e energjisë që ne të kalojmë në ushqime tjera jo të shëndetshme ose dëshira për sheqer, do thoya, ose për ushqime të shpejta. E qartë, mirë, ne të falenderojmë shumë, edhe shpresojmë që to këshilla sidomos kolegët e mi në studio t'i kenë mbajtur shënim, sepse nis nga ne. Jo, janë gjëra me vërtet shumë të vlefshme, duke në pamjet parë se kanë gjëra të vogla, por ndikojnë shumë në përditshmëri. Prandaj të falenderojmë shumë zonën Shkëlqime. Rofsh. Faleminderit juve, faleminderit, ditë të mbarë. Gjithë mirë dhe dashur. Pas pak do vi Vlerina. Vlerina me gjithë ato që i pam aty, e pash. Shumë frikshme. Kurioze, më. Po. Ti se pe? Do vi tani. Pas pak.